çfarë përfaqëson kjo në raport me nëndecet që kanë apo që posedojnë vende të tjera? Shko, kjo lloj nëndece, për herë të parë kjo lloj nëndece përdor, pra ka updateuar përdorimin e sistemeve raketore Zircon, për arsye se një pjesë e mirë nëndeceve tjera përdorin, kurse kjo nuk përdorte kjo lloj nëndece. Dhe për herë të parë dhe kjo tashmë përdor këtë lloj rakete. Po. Dhe normalisht është përmirësimi i flotës detare, pra përmirësimi i fuqisë luftarake të gjitha llojet, tashmë të gjitha llojet e nëndeceve, të Rusisë përdorin këtë lloj rakete, pra raketat Zircon. Pra nuk është raketat Zircon ishin ato që bën stërvitjen mes dhe. Raketat Zircon janë raketa hipersonike, të cilat përdoren dhe kanë një largësi deri në 8000 metra, 8000 kilometra dhe kanë shpejtësi mbi 12000 kilometra në orë. Pra janë hipersonike si raketa. Pra si thash, është thjesht fuqizimi i flotës detare të Rusisë. Pse në territor unë nuk mendoj që kur themi që në Arktik ketë përplasje, unë nuk mendoj që në Arktik do ketë përplasje, është e kundra. Aktualisht vetmet fuqi botërore, të cilat kanë kapacitete të kontrollojnë Arktikun dhe kanë baza ushtarake në Arktik dhe menaxhojnë dhe lundrojnë në Arktik, pra në kapacitete ushtarake jo tregtare, janë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia. Duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia tashmë janë në bisedime, pra ato po bisedojnë me njëra tjetrën. Janë ulur, nuk ka një konflikt, unë nuk shoh asnjë lloj konflikti në Arktik. Pra ato që juve thatë komentatorët, unë i quaj thjesht tentativë për në atë aspektin për të mbajtur atë pozicionin e frikës. Nëndece bërthamore me raketa Zircon, që është me mision Arktik. Quhet nëndece bërthamore për arsye se funksionon me energji bërthamore dhe jo për shkak se ka armët bërthamore. Jo se ka koka bërthamore. Jo, është nëndece bërthamore sepse funksionon me energji bërthamore. Okay. Jo se ka koka bërthamore. Dhe duhet në këtë aspekt. Është dhe kjo nuk parashen në i gjë. Unë domethënë u nisa nga kjo. Po ç'ne me raketa hipersonike se tash kjo. Po shiko, ajo ka updateuar raketat, një pjesë e mirë e flotës detare ruse kanë filluar të updatojnë raketat, të updatojnë fuqinë e tyre të zjarrit dhe ta përshtasin atë me të gjitha llojet e raketave që ta kanë prodhuar. Unë kam thënë një herë dhe them sërish që Rusia ka aplikuar raketat hipersonike në të gjitha nivelet e forcave të armatosura, pra në forcat detare, toksore dhe ajrore. Është i vetmi vend që posedon raketë hipersonike në të treja nivelet. Pra në të treja kategoritë e forcave. Dhe kjo sjell modernizimin e kësaj fuqie ushtarake dhe të flotës. Pra sot modernizimin e flotës. Normalisht avionët e ri për shembull që prodhojnë, të gjithë prodhohen dhe ju vihet të gjithëve sistemi raketor hipersonik. Po. Pra e njëjta gjë ndodh edhe me forcat toksore, gjitha gjë po bëhet edhe me nëndecet, po edhe me anijet e tjera të lundrimit luftarak, pra që përkasin flotës detare luftarake të Rusisë. Edhe është në këtë. Ky ka qenë projekti i 2008-s i Putinit i deklaruar publikisht që modernizimi i forcave të armatosura të Rusisë. Dhe kjo është në vazhdën e modernizimit. Po nuk duhet të harrojmë se para një jave pothuajse, domethënë për të qenë korrekt, para një jave patëm Starmerin që u shfaq mbi një nëndece bërthamore që mbart koka bërthamore, ndryshe nga kjo që po diskutojmë. Pra, domethënë kemi një komunikim midis Rusisë dhe Britanisë për sa i përket atij rajoni. Në rast se duam ta shohim si tillë, mund ta shohim si tillë. Pra shumë e thjeshtë, në rast se unë nuk dua ta shoh si të tillë. Dakor, thjesht kapacitetet europiane nuk janë dashur. Kjo tregon që një raketë, pra një nëndece bërthamore e tillë mund të lëshoj këto raketat Zircon dhe të eliminoj çdo lloj nëndece tjetër në një largësi shumë më të madhe se sa kapaciteti i nëndeceve britanike të Starmerit. Pra në rast se duam ta komentojmë këtë aspekt që është bërë për t'treguar Starmerit që shiko kapaciteti jon luftarak. Kapaciteti luftarak është më i madh se sa juaj. Pra shumë herë më i madh se juaj dhe nëndecet britanike, ato 4 copë që ka Britania, nuk është se monitorojnë dhe menaxhojnë Arktikun. Të gjitha nëndecet e vetme që menaxhojnë dhe monitorojnë Arktikun dhe që lundrojnë janë nëndecet amerikane në aspekt në kuadër të NATO-s. Nuk janë nëndecet e tjera. Pra nuk është ky një mesazh po unë nuk e quaj një të tillë, unë e shoh si në vazhdën e saj, por një pjesë e njerëzve mund të ta shohin si një mesazh. Pa çdo gjë, në rast se shohin ata aspektin e
e çdo gjëja të fshehur, pra të shohim të fshehur pas çdo lloji mesazhi të tillë, unë nuk e shoh të tillë, e shoh në aspektin e modernizimit. Kemi Starmerin, kemi Franca që bën stërvitje Shiko, stërvitjet bërthamore të Francës janë stërvitje të programuara vjetore, pra nuk është stërvitje e bërë qëllishme. Stërvitja është vjetore, e programuar, e përcaktuar dhe bëhet çdo vit stërvitja bërthamore, pra nuk kemi diçka jashtë programimit, nuk kemi diçka bubu në këtë histori, nuk kemi një mesazh modernizimi politik që Franca... modernizimi kësaj nëndese ka filluar një vit përpara. Pra të kemi që nuk bëhet sot për nesër. Është modernizim sistemesh. Të armëve kërkon punë, kërkon kohë. Dhe nuk është e vetëm nëndese që është futur në modernizim. Prandaj po them që ka mbaruar tashmë dhe tashmë po publikohet. Unë nuk dua ta shoh në atë aspekt dhe nuk e shoh në atë aspekt, e shoh thjesht si pjesë të modernizimit, normalisht që tregon fuqinë dhe kapacitetin luftarak dhe ushtarak të Rusisë në krahasim me gjithë pjesën tjetër të NATO-s përjashto Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra kur flasim në raport me Evropën. Por nuk e shoh si diçka si një lloj që po e përdorin si kërcënim ose si diçka tjetër. Dhe për sa i përket Arktikut, siç thash, Arktiku aktualisht menaxhohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Rusia. Pra as Kina Kina ka kapacitet të lundrimit të anijeve tregtare në Arktik, po jo të anijeve luftarake. Pra anije luftarake kineze nuk lundrojnë në Arktik, nuk e menaxhojnë Arktikun. Janë vetëm rusët dhe amerikanët. Duke qenë se rusët dhe amerikanët tashmë janë në bisedime dhe duket që i kanë marrëdhënie të mirë, nuk shoh ndonjë... Po, kanë marrëdhënie të mirë dhe ideja është që ato i kanë marrëdhënie të mirë se po shohim që Putin ishte dakord që Groenlandën ta merrte SBA-ja, nuk ishte asnjë, le të themi, asnjë refuzim apo asnjë kundërshtim ndaj faktit që duhet kemi një gjë parasysh që mendojmë që Groenlanda në aspektin gjeostrategjik është shumë e rëndësishme. Unë nuk mendoj që është në aspektin gjeostrategjik shumë e rëndësishme. Jo, në kontrollin e... Jo, nuk është në gjë. Groenlanda nuk është, sepse nuk... Shiko, do të thoshim, mund të themi që, ose do të thoshim që është e rëndësishme në aspektin gjeostrategjik në rast se Groenlanda nuk do të ishte pjesë e NATO-s. Pra në rast se Groenlanda do të ishte një ishull diku dhe nuk ishte pjesë e NATO-s, dhe marrja e saj në kuadër të NATO-s dhe në kuadër të Shtetit Amerikës do përbënte ndryshim strategjik. Por Groenlanda është pjesë e NATO-s. Pra nuk kemi ndonjë ndryshim strategjik në këtë aspekt. Jo, po pse pra strategjikisht qëndron në këtë anë që Putini të deklarohej sepse Putini të shprehte qëndrimin e tij për sa i përket Groenlandës. Deklarohet për aspektin sepse Putini është në bisedime me Shtetet Bashkuara të Amerikës për rivendosjen e për rindarjen e botës. Po mund ta themi edhe për rindarjen e botës, për rivendosjen e zonave të reja të sigurisë. Dhe normalisht është në një luftë ku kërkon nga Shtetet Bashkuara të Amerikës njofjen atyre territoreve që i ka marrë të Krimes, pra në rast se unë të njoft, të marrësh atë të njofësh këtë që ka marrë. Ose pra janë marrëdhënie politike, absolutisht. Pra unë s'kundërshtoj për marrjen e Groenlandës, ta njoh atë, është zona jotja sepse nuk po njeh diçka që nuk është. Aktualisht Groenlanda është pjesë e NATO-s. Në Groenland janë vendosur bazat amerikane, pra ndodhen, pra është pjesë e këtij interesi strategjik të NATO-s. Dhe SBA ka interesa të tjera nga NATO me ç'duket. Dakord, por ama nuk ndryshon në nivelin strategjik, në raport me Rusinë nuk ndryshon gjë. Po, në nivelin interesit ekonomik të Shtetit Bashkuar të Amerikës është komplet diçka tjetër. Dhe këtu deklarimi i Putinit është në kuadër të interesit ekonomik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, po jo në kuadër të interesit strategjik. Sepse interesi strategjik është një, nuk ndryshon. Pra vazhdon të menaxhohet nga NATO, është NATO, janë dy baza amerikane aty. Pra janë ato bazat që garantojnë mbrojtje strategjike, mbrojtje bërthamore. Pra nuk është se ndryshon nga ana strategjike. Prandaj po them që në aspektin strategjik, nëse do shohim në aspektin strategjik, gjeopolitik dhe në aspektin ushtarak, nuk ndryshon asgjë Groenlanda, por në aspektin e marrëdhënieve midis këtyre dy superfuqive, pra që i bëjnë favore njëra tjetrës, pra unë të njoh këtë, ti më njeh atë. Kjo është marrëdhënie e këtyre të dyjave në këtë kuadër. Pra unë të njoh atë, ti më njeh këtë. Unë s'kundërshtoj pra është komunikim ndërmjet tyre politik dhe ekonomik, por nuk cënon aspektin strategjik të NATO-s. Në kuptimin gjeostrategjik gjës. Ndërkohë, Dritan, këthash, kishim Starmerin që u shfaq në një nëndece bërthamore, kishim stërvitjen bërthamore të Francës, kemi vendimin e Gjermanisë për tu armatosur, çka nuk ishte ndodhur prej 45-s, kemi tani dhe deklaratën e von der Leyen që thotë që qytetarët evropian të përgatiten për 3 ditë, pra kemi hyrë në një mentalitet të luftës. Si e vlerëson këtë moment? Pra, Europa paka shumë nga tek 3 fuqit më të mëdha të Europës, që janë Gjermani, Francë edhe
Angli dhe Britani kemi vinë deklarata që po i mshojnë ide së një përgatitje për luftë. Është një propagandë e cila po ta shohësh dhe po ta krahasosh me para fillimin e luftës së dytë botërore, ishte njëta propagandë që bënte edhe Gjermania naziste në atë kohë dhe përgatiste popullatën e saj për luftë. Thoshte që do na sulmoj Polonia, do na sulmojnë ata, do marrin edhe në fakt arriti të bënte atë që bëri. Është e njëjta propagandë, e njëjta vendimarrje, por me një krahasim, me një ndryshim të madh. Evropa e sotit, pra të treja ato superfuqi që juve thatë bashkë, evropianë, që i quajnë të fuqi evropiane, për mua nuk janë fuqi, s'janë me kapacitetin e fuqisë, as pak as njëra, në to mund të jenë fuqi për vendet si puna jonë. Por në raport me atë, cilën ata konsiderojnë armik, ato nuk përbëjnë asnjë lloj gjëje. Janë zero në atë aspekt. Ato treja ato bashkë nuk përbëjnë as 10% të kapacitetit ushtarak dhe ekonomik të Gjermanisë naziste. Sot. Të treja shtetet bashkë. Të treja shtetet bashkë. Nuk përbëjnë as 10% të kapacitetit ushtarak të Gjermanisë naziste në atë kohë. Pra, edhe të fuqisë të prodhimit të Gjermanisë naziste në atë kohë dhe të industrisë ushtarake. Nuk kanë asnjë kapacitet. Prandaj them në raport me neve, me vendet si puna jonë që jemi zero, në aspektet e ushtrisë, në aspektet e industrisë ushtarake, në aspektet e ekonomisë, ne mund të konsiderojmë këto vende si fuqi evropiane, se janë më përpara se nesh. Jo, aktualisht ata e pranojnë gjën. Në rast se do e marrim në raport me armikun, pra në rast se do e marrim në raport me ata të cilën konsiderojnë armik, pra që propagandojnë se neve do bëjmë luftë me Rusinë, në raport me Rusinë, ato nuk janë superfuqi. Të treja bashkë nuk munden të përballen aktualisht sot me kapacitetet ushtarake ruse. Dhe është ideja e tyre që po duan të përgatisin pra ta çojnë patjetër Evropën në një luftë, në një përballje me Rusinë. Pra ata po kundërshtojnë në këtë mënyrë çdo lloj tentative për përfundimin e konfliktit që po tenton të bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe po vazhdojnë rrugën e tyre. I kanë hyrë një rrugë pa krye. Është totalisht një rrugë pa krye, të cilës nuk do mund kur asnjëherë të dalin në krye, në kapacitetet që kanë sot. Dhe do të sjellin shkatërrimin total jo vetëm të Bashkimit Evropian, por dhe unë e shoh këtë shumë kush mund ta quajë si konspiracion, po e shoh këtë si një e njëjta gjë që bënin bankierët çifut para luftës së parë botërore dhe para luftës së dytë botërore që nxisnin vendet për luftë duke ju dhënë borxhe. Edhe tashmë Evropa po kërkon të hyjë në këtë luftë, të bëjë një armatosje me borxhe. Pra dhe këto borxhe do t'i marrin nga bankat, sepse nuk i ka para. Nuk ka kapacitete të vetat ekonomike për të investuar direkt, pra nuk ka para gjendje. Dhe çdo gjë duhet ta bëjë me borxh. Pra sërish janë bankat e kontrolluara nga çifutët, të cilët po duan ta fusin Evropën dhe në një luftë tjetër, në një luftë të tretë për ta pasur atë gjithë jetën e tyre nën vete, pra për t'i paguar këto borxhe gjithë jetën e tyre. Sepse është gjithçka po bëhet me borxhe. Dhe nesër, duke qenë se sot këta bankierët çifut, pra këta zionistët, se janë zionistë të gjithë këta, që mërkrajnë edhe shtetin fashist zionist të Izraelit, në rast se Evropa shkon në një luftë sot me Bashkimin Sovjetik ose me Rusinë ose nesër, automatikisht Izraeli mund të bëjë çfarë të dojë në lindjen e mesme. Pra nuk ka asnjë lloj vendi i cili mund ta ndalojë nesër Izraelin, pra në rast se bëhet një luftë në Evropë, Izraeli nesër gjithë lindjen e mesme e fshin. Ka kapacitete ta fshijë gjithë lindjen e mesme të atyre vende, pra t'u lëshojë bomba bërthamore dhe të zgjerojë territoret e veta sipas dëshirës, t'i fshijë nga faqja e dheut arabët, të cilët nuk kanë asnjë kapacitet sot të përballen me Izraelin, dhe Izraeli të arrijë ëndrrën e tij të madhe. Kapacitet ekonomik kanë dritan, mbase nuk kanë kapacitet ushtarak. Kapacitet ekonomik kanë se kapacitet para mund të prodhosh sa të duash. Pra para mund të prodhosh letra, paraja është letër. Dhe letra nuk e bën luftën. Standardet në për këto vende, standardet ekonomike, standardet paraja është letër. Kur flasim për çështje të luftës, të duhen materiale, të duhen njerëz, të duhet përgatitje. Kjo nuk ekziston. Po bëhet gati, po thuhet. Po sa do të bëhet gati? Po të bëhet gati të përballesh sot me Rusinë, duhet minimalja 15-20 vjet këtij Bashkimit Evropian. Dhe në rast se ti sot del dhe thua njerëzve që bëni gati, ato po thonë që ne thjesht do rrisim përqindjen. Këtë po them unë.
ata thonë që do rrisin përqindjen dhe kjo përqindje sigurisht do bjerë në siç se ku pash kishin filluar protestat e qytetarëve për shkak se do bjerë në xhepin e qytetarëve. Po jo se qytetarët duhet të paguajnë paratë e këtyre bankierëve, të cilat ja japin dhe nxisin këtë luftën. Pra është e njëjta, jemi kthyer në të njëjtën kohë në luftën e parë botërore, e njëjta situatë e luftës parë botërore, para luftës parë botërore, e njëjta para luftës dytë botërore. Ti paguajnë shtetit tyre detyrimimin që duhet bëjnë gafat e politikanëve. Po pikërisht përse duhet qytetarit bëjnë kur aktualisht Evropa nuk kërcënohet nga Rusia.